Autoritetet publike kanë përgjegjësi me garantu lirinë e medjave në çdo situatë. Autoritetet duhet me reflektu në çdo kritikë. Raporti reporterëve pa kufi e ka vendosur Kosovën në vendin e 99 për lirinë e medjave. Unë mendoj që kjo është rezultati qasjes politike që institucionet që bartin pushtet në Republikën e Kosovës kanë pas ndaj medjave dhe lirisë së medjave. Koncepti i lirisë së medjave është ndërtu mbi parime dhe standarde të përcaktuara qartë. Dhe natyrisht këto standarde kanë edhe kritere dhe kanë edhe kushte edhe për vetë mediat. Në aspekt etikës gazetareske, në aspekt përmbajtjes nga gjuha urrëties dhe nga gjuha diskriminuese, në mbrojtjen e të dhënave personale dhe jetës familjare, shumë aspekte tjera që ju i dini më mirë son. Por që autoritetet publike kanë përgjegjësi me garantu lirinë e medjave në çdo situatë, kjo është e pa. Çu shpjegon që qeveria po e mohon përgjegjësinë e vet në raport me këtë temë dhe e ka vendosur sërish topin tek gazetarët dhe tek mediat? Mendoj kjo vetëm e fillon edhe më shumë situatën jo të mirë, sepse autoritetet duhet me reflektu në çdo kritikë, edhe nëse konsiderojnë që nuk është në plotnime ose nuk e reflekton realitetin e plot të situatës. Dhe unë mendoj që fakti që kohëve të fundit, viteve të fundit, ka pas një tendencë me sulmu gjithçka që është jashtë qeverisë, jashtë pushtetit ekzekutiv, mendoj që ka ndikuar edhe te mediat. Sulmet ndaj gazetarëve dhe mediumeve, tendenca me ndryshu ligje që cenojnë institucionet e pavarura që rregullojnë mediat. Pastaj gjuha linçuese në raport me gazetarët dhe me mediumet e caktuara, ndoshta janë pasojë e këtij ose shkak për me dalë një raport i kësaj natyre. Dhe unë mendoj që jemi në një situatë jo të mirë në këtë drejtim, sepse nëse vazhdohet me mohu këtë fakt, ose këtë situatë, dhe nëse nuk merren masa me ndryshu qasjen politike të institucioneve që kanë peshë dhe kanë fuqi të pakontestueshme në Kosovë, atëherë natyrisht gjendja mund të më përkeçua edhe më tej dhe mund më në një situatë ku gazetari ka mundi i kërcënum, i rrezikum me thënë të vërtetën, gjë që e ka mision.